pra kjo natë nuk mund t'jetë e tillë se Radio Lindja gjithmonë, do të thonë, me ju në valët e saj edhe në të gjitha pjesët ku mund ta dëgjoni dhe ta shihni drejt për drejt edhe në streaming, nderi jon kësaj radhe musafir ta kemi në studion e Radio Lindjes, do të thonë në studio, jo në streaming ose në Skype ose diçka, mirë po është nderi jon që në studion tonë në Oslo dhe më në fund pas të pritjes që kemi pas këto ditë dhe kemi paralajmëruar, është hoxha i njoftur nga Shqipëria, nga Troja shqiptare, Ahmet Kalaja. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë, faleminderit. Selam aleikum nga ana ime hoxhë nderuar, mirë se keni ardhur dhe mirë se të kemi këtu në xhamin tonë, në qendrën tonë, këtu jemi kjo shtëpi e madhe që kemi një herë, po ashtu në studion e Lindjes. Mirë, faleminderit dhe juve për sakrificën, për mundin që eruni traditën, që eruni gjuhën, që mundoheni që me çuzonin dhe gjuhën shqipe në çdo familje. Me të vërtet kjo është një lloj, le të themi kështu, në xhihadi, një lloj lufte e shenjtë, sepse po rujm atë që ne vim për asaj dhe s'duhet ta harrojmë kurrë. Zoti ju shpërbleft. Faleminderit shumë. Hoxh, sa i përket vizitave tua në Perëndim, kur del për shembull në këtë mërgatën tonë shqiptare, kemi kudo nëpër botë. A shef se kanë një aromë, domethënë edhe një, mund të themi, një arritje në atë aspektin, edhe ngritjes njerëzore dhe në atë aspektin e fesë. Për shembull, zakonisht kur shkoj, domethënë unë bëj krahasimin, domethënë shoh që mërgata shqiptare nëse do ta quajmë kështu, ka një rritje, jo vetëm rritje të nivelit, le të themi, të besimit dhe fetar, por ka edhe një rritje të nivelit kulturor, edhe nivelit të paraqitjes, domethënë nuk është më mërgata shqiptare, mërgata e punës rëndom. A ka aromë Ramazani, ndjet në Shqipëri në këto vendet, për shembull, sikurse ne diasporë që jemi në një shtet jo musliman, por jashtë xhamiat janë mbushur për këto ditë. Dhe falë Zotit që mediat po shpërndajnë lajme të mira dhe ajo po na kënaq, duke i aty në media negative që nuk na pëlqejnë, po ja që kemi mund ta ndrojmë atë. E vërtetë edhe tek ne njëta gjë, domethënë çdo ditë më shumë ndihet aroma, ndihet mirësia. Për shembull, rasti i Tiranës, neve na është hapur një xhami e madhe tani. Po. Edhe presupozoj që me hapjen e xhamisë të madhe ne xhamiat e qendrës të kishim një lloj rënje dhe lehtësimi, le të themi, nga ai trafiku i madh njerëzor. Por faktikisht nuk ndodhi ashtu. Këtë vit, si gjitha vitet e tjera, erdhi data 3 e Ramazanit dhe ne kemi dalë jashtë xhamie. Pra kemi filluar të falemi sërish në borë, si gjitha herët e tjera. Megjithëse është hapur një xhamie e madhe që është pra afërsisht 3000 metra katror, që është hapur xhamia e madhe, xhamia Namazjas. Megjithatë prapë domethënë nuk do të thotë që ajo është e mbushur, prapë edhe xhamitë juve vazhdojnë ta ketë frekventimin e njëjtë nga xhamatit. Absolutisht po. Interesant kjo, do të thonë çdo vit më shumë. Para disa ditë edhe vetë shteti norvegjez edhe televizionin shtetëror treguan se në këto momente, do të thonë, të vështira në botës që nuk pidim ditë se çka po ndodh, thotë ka prirje tek pjesa shpirtërore, tek pjesa besimit në të gjitha fetë. Po, sepse njerëzit, do të thonë, me sa kuptoj unë, njerëzit po e kuptojnë që materia nuk jep zgjidhje për gjithçka, ose le të themi komoditeti ose të jetuarit mirë nuk është gjithçka. Është diçka brenda njëri që duhet ushqyer dhe ajo, siç ushqehet, le të themi, logjika dhe arsyeja duke lexuar, duke studiuar, siç ushqehet trupi duke bërë sport, duke u ushqyer mirë. Është diçka tjetër që mbetet brenda njëri që ka nevojë dhe ajo për ushqim, që është pjesa e besimit. Dhe kjo është, domethënë, shoqëri Zotit, domethënë, i ka bërë njerëzit që të besojnë, më të vetëdijshëm, të ndërgjegjësohen. Domethënë, elementi i ndërgjegjësimit është rritur shumë. Dhe kjo është gjë e mirë, është gjë pozitive. Është edhe me kohë, me siguri, sepse tash jemi ngopur më prej shtytjeve, prej inatit, prej xheloziave, prej me pas, ose me fitu, ose me kap, ose me marr. E tash ka ardhur ajo puna që shpirtin, do të thonë, ta shqetësojmë se këto janë të tjerë materiale ato vinë shkojnë. Ajo është e gjitha. Pyetja tjetër, hoxh, tash neve e dim se derisa kemi shpirtin e mirë, shpirtin e bardh, bujar, edhe humanizmi nuk mungon. Ju si hoxh, vetë si Ahmet Kalaja, keni kontribuar shumë herë për të dalë në ndihmë skamdorëve, atyre që kanë nevojë më së tepërme. Keni ftuar edhe njerëz, për shembull, në Shqipërinë këtë purve, sikur tash që kishit Alir Kastratin në xhamin tuaj atje, dhe ai bori një prezantim dhe mund të them mjaft prekës rreth asaj, edhe punës, edhe janë shumë i palor, si ndoket jeni në binar të njëjtë. Ne me Alin kemi qenë bashkë në shkollë në Siri. Dhe aty në Siri nuk kanë qenë kushtet si çfarë, dhe kemi flet në një dhomë të madhe, 30 studentë dhe me krevate marinarësh, pra krevate 2 katëshe. Dhe bashkë Aliri ka qenë poshtë, unë kam qenë lart, ose Aliri poshtë, unë lart, si ti vinte koha, domethënë.
kemi qenë shok ngushtë edhe vazhdojmë të jemi shok ngushtë. Ajo është shumë e mirë, sepse ne kishim Alilin këtu me një program, edhe bashkë atë më shkoj me ja, thamë pse se patëm edhe një Ahmetin, të afrojmë edhe afër, të bojmë bashkë, se se na ka dërguar, ne kemi edhe disa herë me Alil kur qenë këtu. Shok ngushtë. E përshëndesim me shokun e tij, Hisen Ziun, i cili është përkras këtu nga Suedia, nuk është larg prej neve këtu në Norvegji që jemi. Sa e përket asaj edhe një herë të kthejmë, puna e skamnorëve kjo, puna tash e muajit Ramazanit, agjerimi është goxha svitus ata që s'kan kurrë për të afruar në sofrën, sidomos më të vegjëlve që ata marrin agjerim. Është vërtet. Me thënë drejtën në këtë pjesë, domethënë, jo vetëm xhamia jon, por në përgjithësi xhamiat organizohen në mënyrë të tillë që të shkojë edhe tek ta njerëz, ka iftare, siç quhen iftaret e thata, pakot e iftarit të thata, pra llogaritet një pako për gjithë muajin e Ramazanit, edhe iftaret e njoma, këto iftare që gatuhen, që njerëzit marrin dhe hajnë direkt, domethënë. Përgjithësi ka pas organizime të tilla dhe ka organizime të tilla kudo, domethënë, sepse vetë muaji i Ramazanit është muaj që njeriu preket më shumë, jep më shumë, e ndjen më shumë dhimbjen e të varfrit edhe zekati jepet në Ramazan, sadakaja e fitrit jepet në Ramazan, iftarët e përbashkëta bëhen në Ramazan. Më kujton një fjalë të bukur të Abdullah ibn Abbasit, njëri prej shokëve të profetit, i cili thotë, profeti alayhis salam thotë ka qenë njeriu më bujar që mund të ketë parë ndonjëherë syri njeriu. Mirë po thotë kur vjen Ramazani bëj edhe më shumë se ç'ishte, domethënë. Kështu që element një nga le të themi dobit dhe mirësitë dhe mrekullitë që ka brenda agjerimi është se e bën njeriu edhe më zhymer, domethënë bën njeriu më bujar, më fisnik. Dhe kjo gjë vrehet në gjitha xhamitë, domethënë, që kanë një organizim special veçantë me rastin e Ramazanit. Edhe ne, si gjitha xhamiet e tjera, domethënë, e kemi një organizim special vetëm për Ramazanin, si të gjendemi, si më thonë, në krah këtyre familjeve nëpërmjet le të themi nevojave që kanë për ushqim, po edhe zakatet, dhënia e zakatit apo sadakave të ndryshme, sepse më thonë ka njerëz që e shohin xhamin edhe si një moment ku mund gjejnë një lloj ndihme dhe përkrahje. Dhe mundohemi që këta njerëz mos i zgënjejmë. Ndoshta nuk ka plotësojmë gjithë nevojën që ato kanë, po të paktën mos i nxjerrim duar bosh, sepse në fund fare ka pasi një burim që mund të gjejë një zgjidhje dhe mundohemi domethënë ta bëjmë gjë. Sa e përket neve kemi jetuar edhe jemi rrit, i takon edhe hoxha, pse kemi pit për vitin, se na jemi si në Norvegji këtu alosh, nuk i pyesim shumë për moshën. Se hoxha doket i ri edhe është i ri për neve këtu. Edhe tash ajo pyetja, ne kemi lind me një kohë të regjimit komunist. Sa ke ja kemi arrit dalmin nga ato. Mund të më ka flamuri kush asaj kohë, me këtë flamurin tonë që kemi, po e ka një flamur tjetër asaj kohë, do të thonë. Ai ka qenë flamur me yll, flamur me yll. Kush e kemi edhe sot kësaj dite. Pa i ka qenë me yll. Sa kemi arrit dalim nga ajo, do të thonë që ti thojmë me ball hapur çdo secili që jemi musliman edhe kemi për fe islamin. Nuk ka dyshim që ka progres goxha të mirë, por gjërat vijnë me kohë. Unë do të jap vetëm një argument. Kur Zoti i Madh i tha Musait alayhis salam për të futur për të kthyer në tokën e tyre të shenjtë, i tha do të rini 40 vjet në shkretir, sepse gjaku nuk ishte gjak për të qenë udhëheqës, duhet të ndrohej brezi. Kështu që edhe ne do të ndrohet brezi dhe kohë më të mia do të vinë, s'ka dyshim. Do të ndrohet gjaku, patjetër do të ndrohet gjaku dhe do të vijë një brez i ri, i cili nuk e njeh frikën, i cili ka guximin, i cili merr përsipër përgjegjësitë dhe detyra. Drejt kësaj po shkojmë. Edhe në Shqipëri, edhe në Maqedoninë e Veriut, edhe në Kosovë, gjërat po marrin për mirë me çfarë shohim edhe lexojmë. Ju keni bashkëpunim, besoj që të ndërsjellët edhe me xhamit ku seke tash këto vendet tona aty, vendinjën tonë që kemi shumë për zemër, neve që ndoshta nuk kemi edhe shumë mundësi të udhtojmë shpesh, por që mendja dhe shpirti i zemra rrin atje. Faktikisht ju jeni të dyzuar. Si më thonë, gjysma e mendjes dhe e shpirtit andej, gjysma e mendjes dhe e shpirtit këtu. Po fat që ju kemi juve shpesh, më thonë jo si hoxh, po edhe si profesor apo edhe si një politikan, kur na vjen këtu ne i konsiderojmë ata si pjesë të familjes tonë, këto si pjesë të shtëpisë, derisa na mungojnë neve ajo mirësi, ajo begati që ka bërë Zoti atje. Unë për shembull kam qenë le të themi mini emigrant 8 vite, pra kam qenë 4 vite në Siri dhe 4 vite në Arabinë Saudite. Dhe unë e kuptoj çdo të thotë, domethënë se largohesh, gjithë mendja është atje, gjithë fokusi është atje faktikisht. Ndërkohë që ju jetën e zhvilloni këtu, ama mendja rrin atje ashtu. Dhe se mërgata ka qenë ajo le të themi që duhet falendëruar sepse lufta e Kosovës me çfarë u bë? Nëpërmjet shpenzimeve që ka bërë mërgata, domethënë nuk do ta harrojmë kurrë. Pse? Se zemra dhe shpirti është akoma atje. Po. Duke ju bashkangjitur shumica e shokëve tanë që kanë qenë edhe pjesë e luftës. Përveç asaj. Pikërisht aty do isha më lidh, domethënë tek diaspora, te
mërgata, për shembull, po ndalim te muaji i agjerimit, muaji i Ramazanit, muaji i shet. Na trego pak për shembull që aty ato që duhet të kemi parasysh edhe të jemi përgatitur, tash veç ka kalu gjysa, mirë po për vitin tjetër, vite tjera që vim për shembull, çfarë duhet kemi në fokus kur vim te ky, hajde po kalojmë gjysën e vitit, po vjen koha për Ramazan. Çfarë do të jetë fokusi për shembull që të jemi të përgatitur, se ne e dim që për menajt pa bukë pa ujë është një lloj diete, po nuk është vetëm ajo. Vërtet. Ka edhe shumë sene tjera. Absolutisht. Për këtë arsye Zoti në Kur'an, po të shoh në ajetet e agjerimit, kur foli për agjerimin, tregoi madhi Zot se edhe mund të mos agjironi, po ta paguni. Pasi kur po thotë Zoti më do njerëz, unë nuk kërkoj për ju vetëm të rini pa ngrënë dhe pa pirë. Po kur ta agjironi gjithë, jo agjerim vetëm nga ushqimi, po ta agjironi edhe në të menduar, ta agjironi edhe në të folur, ta agjironi edhe në edukat, pra le të jetë la'allakum tattaqun, që të arrini devocionin. Pra jo një agjerim që, siç tha profeti Alaihissalam në një hadith, kush nuk lën rrenën dhe mashtrimin, po Zoti s'ka nevojë që ai të ri pa ngrënë dhe pa pirë. Pra me kuptimin për çfarë po agjiron, kur ti je në një botë që është bota e veseve dhe bota e të ligave. Pastaj për çfarë po agjiron? Ky agjerimi jot, për çfarë kuptimi ose fjala e profetit Alaihissalam kur tha, agjerimi është mburoj. Mburoj ta nga zjarri, po edhe mburoj nga sjelljet e liga. Pra edhe logjika është, domethënë, ti kur je në agjerim, je në adhurim. A mund të bësh ti kur je në namaz ndonjë veprim të gabuar, të vjedhësh apo të mashtrosh, pse bën se je në namaz? Po edhe në agjerim faktikisht, ti je në adhurim. Ti si mund të bësh ti një veprim në adhurim i cili bie ndesh me normat e fesë dhe të besimit. Pra, për këtë arsye profeti Alaihissalam në një hadith tha, sa agjerojnë, po nuk do të marrin prej agjerimit vetëm se etjen edhe urinë. Pra gjithë ideja është të kuptojmë thelbin. Cili është thelbi? Thelbi është që ne të ndërgjegjësohemi. Në raportet tona me Zotin të jemi më të kujdesshëm, më të ndjeshëm, dhe në raportet tona me njerëzit, në raportet tona me krijesat, të jemi më të kujdesshëm. Pra, le të themi le të shërbejë agjerimi që ne të rregullojmë raportet me prindërit tanë, le të shërbejë agjerimi që ne të rregullojmë raportet me bashortën tonë, gratë me burrat e tyre, fëmijët me prindërit e tyre, prindërit edhe me fëmijët, edhe ne prindërit, domethënë, unë jam koshient për veten time, për shkak që nuk jap dot hakun fëmijëve të mi. Atëherë mos kërko ti për fëmis atë që duhet kërkoj dikush i cili ka dhënë hakun 100%. Pra është një kohë reflektimi për gjithë. Edhe hoxha me xhamatin e tij, po edhe xhamati me hoxhën, është kohë reflektimi, gjithë duhet të reflektojmë, sepse kemi një kohë më të madhe për të qenë më analizues. Pra, qëllimi i Ramazanit është që ne dim të bëjmë analizat, dim të, si më thënë, të masim gjërat dhe dalim në përfundime. Ky është synimi kryesor dhe nuk është thjesht të ri njeriu pa ngrënë dhe pa pirë. Në raportet tona me Zotin, në raportet tona me familjen, në raportet tona me njëri tjetrin, në raportet tona me përgjegjësitë që kemi marrë përsipër në jetë. Gjithë secili për nesh ka ngrit dorën dhe ka thonë unë e bëj këtë. Atëherë ti e bën këtë? Apo e pagun apo nuk pa e pagun. Pra, ky është synimi. Normalisht që agjerimi ka dhe gjë tjetër, ne kemi filluar agjerimin dhe agjerimi nis mashallah si fillim vrullshëm, nis mirë, bateritë janë full në atë fillim, domethënë, mirë vjen një moment që siç jemi tani për shembull, kalon 2 javë. Tu fillojnë njerëz dhe bini çike dhe duhet prap njeriu të ta rizgjoj veten e tij, të prit se jemi në mes të garës. Nuk ka kuptim që njeriu të tërhiqet në mes të garës, është një sosë gara e madhe që nis maratona për shembull. Kur je në mes duhet të japësh edhe më shumë që t'ja dalësh në fund. Edhe sfida jonë unë mendoj është tani sfida deri në fund Ramazanit, sepse ka një parim që thotë, kush e rregullon nga funi, i harrohet gabimi i fillimit. Ama kush e prish nga funi, i harrohet e mira fillimit. Kështu që ne të gjithë domethënë kemi këtë sfidë tani. Sfida jonë është ta vazhdojmë këtë mirësi dhe mos pranojmë që të bim, po ti siç thoni domethënë siç përdor shumë në Kosovë edhe në Maqedoni Veriut, të japim gajret, të japim forcë vetes se akoma nuk kam. Për këtë arsye është urtësia e Zotit dhe mrekulli që Zoti natën e katërt e ka lënë në 10 netëshin e fundit. Se shumë mirë mund ta kishte sjellë në fillim. Por çfarë do të ndodhte? Njerëzit do të fillojnë, arritëm natën e katërt edhe mbaroi historia. Jo, Zoti e la në fund që njerëzit vazhdimisht të mbajnë, është puna asaj trofeut, kupa, edhe ju mashallah pasini këtu shumë trofe pasini marr, mashallah. Ky trofeu arrihet kur në fund fare, mas një lodhje rast kapitit, pastaj e merr trofeun, edhe puna e Ramazanit domethënë finishi është në fund. Nata e katërt është në fund, kështu që duhet të japim gajret vetes, pa duhet të japim forcë vetes se jemi në mesin e garës. Pra sot është data 15 Ramazan, që i bie nata 16, jemi në kulmin. Kështu që nuk duhet të shohim as shpejt, po do të arrijmë qëllimin që do të presin këto ditë mëdha. Le të shërbej ky 15 ditë si një nxehje. Ashtu. Dhe tani vazhdojmë inshallah me atë fuqinë e 15 metresh.
Hoxhë i nderuar, ne do të morim edhe as shumë kohë, pasi që edhe i ftuar, edhe ajo që është po në mesin e popullatës, pa marrë parasysh edhe shqiptare, kemi njerëz që janë të humbur shpirtërisht. Çfarë këshille kish pas për ata njerëz që nuk mund ta gjejnë veten askund? Me thënë drejtën, njeriu përballet me sfida nga më të ndryshmet në jetë, njeriu kalon momentet vështira në jetë dhe Zoti i Madh, domethënë është ai i cili i jep njeriu prova dhe sfida në jetë që njeriu të ndërgjegjësohet, që njeriu të kuptojë se ka një Zot mbi çdo hall. Është Zoti mbi gjithçka, domethënë është Zoti i cili ai halli jon, ai sikleti jon, ai vështirësia jon, Zoti e ka kun feyekun, ëh. Domethënë njerëzit duhet kuptojnë se nuk janë ata zotë rit e jetës tyre. Ndonjëherë Zoti na i bjerë punët në atë formë që do më na dhon këtë mesazh i cili është nuk jeti Zoti i jetës tënde. Ka një Zot mbi gjithçka, i cili menaxhon gjithçka. Prandaj, domethënë njeriu duhet të kthehet tek Zoti, duhet të referohet tek Zoti, duhet i drejtohet Zotit, sepse këtu bëhet ndarja mes Zotit edhe njeriu. Unë e pranoj që kam një Zot, kam nevojë për të, i lutem atij vazhdimisht, ndryshe nga një tjetër që thotë gjatë, disi është puna me djersën time, me djersën e ballit tim, o vëlla me dijen time, po prit se këtë dije, këtë djers, këtë ball, kush ta dhan fund fare? Nuk je ti ai i cili e ke krijuar veten tënde. Po pse ti për shembull këtë sukses një dhe nuk e ka ky tjetri? Allahu të ka bërë ty që të kesh disa le të themi element, cilët ti mund të shfrytëzosh shumë mirë për të arritur diçka që ndoshta dikush tjetër mund të ketë të njëjtët element, por nuk e shfrytëzon dot. Pra, njerëzit, unë mendoj që njerëzit lodhja dhe raskapitja mbas le të themi dynjas apo materializmit duhet të çojnë reflektim. Unë do të them një rast shumë interesant, domethënë që ishim me dikë, domethënë i cili vetëm fakti që kjo botë e zhurmshme nuk kishte fund ndonjëherë, ta prit se unë do t'i futem një herë besimit, do të filloj të lexoj dhe studioj. Dhe mori të studioj të gjitha dhe pastaj e pa që ngelin në Islam dhe e pa që Islami është ajo që ai gjeti disa përgjigje. Pse? Sepse Islami, domethënë të nxjerr nga suazat e kësaj bote. Pa të thotë ty, jo nuk është këtu gjithçka. Se këtu edhe sikur ti je mbret gjithë jetën, një ditë do të vdesësh. Edhe sikur ti je domethënë pastrues, gjithë jetën një ditë do të vdesësh. Po prit se ka diçka përveç kësaj. Pra të lidh me diçka që është jashtë kësaj bote, gjë që e bën njeriu, edhe nëse është mbret, ta uli kokën, po edhe se është vujtje të vazhdueshme, do të prit se sado që zgjasë një ditë prap do të dalim në një botë tjetër, do të takojmë Zotin, do të shkojnë punët mbar dhe mirë. Pra ushqen optimizmin. Faleminderit shumë për këtë intervistë, pak e shkurtër, po e begat, dhe mendoj që takohemi herave tjera, mos në Norvegjin, këtë të bukur që kemi ne në vendinjën tonë gjithë më dashur, në Tiranën e bukur, xhaminë e juaj. Zoti nderoft. Sot është Faleminderit. Amin, faleminderit shumë.